Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka reaguar ndaj deklarimeve të ish-kryetarit të kësaj partie, Isa Mustafa, i cili shpreu pakënaqësi për drejtimin aktual dhe vlerësoi se Abdigjiku do të duhet të jepte dorëheqjen e parevokueshme pas humbjes në zgjedhjet e 28 dhjetorit në vend që të kërkonte votbesim nga kuvendi i partisë. Në një reagim të publikuar në Facebook, Abdigjiku ka folur për atë që ai e ka cilësuar si një mosdurim të thellë ndaj vendimit të lirë të anëtarësisë, duke theksuar se ekziston një mblef dhe një angazhim i vazhdueshëm për ta sulmuar atë, LDK-n, familjen Rugova dhe figura të tjera të kësaj partie. Kjo ndodh gjithmonë kur prapaskena mbetet parol, kur skemat e errta nuk gjejnë më derë dhe kur anëtarësia me një qetësi që nuk shet shpirtin e mbyll kapitullin. Vendimi i lirë dhe i drejtë i anëtarësisë është gjithmonë i rënd për ata që janë mësuar ta injorojnë e mbysin atë, që në vend të maturisë, ndihmesës dhe këshilldhënies në kohë të vështira zgjedhin të përbaltin dhe të hapin kriza me çdo kusht, ka deklaruar Abdigjiku, duke cilësuar sjelljen e Mustafës si papjekuri. Ai ka shtuar se shpesh e vën në dyshim se si do të dukej sot LDK-ja, sikur e gjithë kjo përvojë do të ishte pranë nesh e jo përballë. Sipas tij, kuvendi i fundit i LDK-s nuk përfaqësonte vetëm një proces demokratik, por edhe një vindarse mes një periudhe që, siç tha ai, synonte kontroll pa parime dhe një faze të re që synon rimëkëmbje dhe përgjegjësi. Prej asaj dite kjo shtëpi ecën përpara me njerëzit e saj, me besimin e vet dhe me dinjitetin e zgjedhjes së lirë. Rrugët që kthehen mbrapa nuk janë më të tonat, ka theksuar Abdigjiku. Më tej, kryetari aktual i LDK-s thekson se nuk mund të ketë unitet në parti përmes logjikës së prapaskenave, intrigave dhe mosrespektimit të vullnetit të anëtarësisë. Të gjithë do të pensionohemi një ditë, por jo nga dinjiteti dhe jo nga njerëzorja, ato duhet i ruajmë, sepse fundi i rolit nuk është fundi i botës, është thjesht pranimi i kohës që ka ecur përpara. LDK-n do ta bashkojmë fort madje, por jo kështu, jo me këtë logjik, jo me ata që nuk e pranojnë se çdo kohë e ka një fund, jo me ata që besojnë se vullneti i anëtarësisë mund të riformësohet e tjetërsohet në prapaskenat e darkave për plot intriga, e aq më pak me ata që kanë refuzuar vazhdimisht ta dëgjojnë këtë anëtarësi, ka shkruar Abdigjiku.